Nëse mendoni se vera në Shqipëri është vetëm det dhe plazh, prisni të shikoni këtë. Helmeti, lek sigurimi, rrema dodor dhe pastaj gati për të shijuar aventurën e njërit prej lumeve të fundit të egër të Europës, Vjosës. Sot, Vjosën nuk do ta shohim nga breku, do ta përjetojmë nga brenda. Në jug të Shqipërisë, mes maleve, kanjoneve dhe ujrave të kristalta, Vjosa ofron një nga eksperiencat më të veçanta të aventurës në vend, rafti në shtratin e tij. Gjatë verës, ndërsa shumë turistë zgjedhin bregdetin shqiptar, të tjerë drejtohen drejt përmetit për një mënyrë krejt tjetër për të përjetuar natyrën. Për disa është hera e parë që provojnë raftin, ndërsa për disa të tjerë adrenalina është pikërisht arsyeja kryesore pse kanë zgjedhur Vjosën. Yes, it's our first time. We've been here on the family holiday with our friends for a couple of days already. And so far, it's wonderful. The areas are very beautiful. The trees, the mountains. We came to visit Albania and we found the rafting. Yes. Do it again? Yes, definitely. It's fun. I choose for everything. Really? It's nice for everything. I like Albania. I came here with 20 people. I booked for all. I come in France, northern France. For me, Albania is the first time. Rafting also, it's first time. And I think it's very nice. Por rafting këtu nuk është vetëm sport. Është edhe një mënyrë për të eksploruar nga afër një ekosistem unik. Në vitin 2023, Vjosa u shpall park kombëtar i lumit të egër, i pari i këtij lloji në Europë, duke i dhënë mbrojtje lumit, por edhe degëve kryesore të tij. Statusi i mbrojtur i lumit ka sjellë edhe më shumë vëmendje ndërkombëtare drejt zonës, ku natyra dhe turizmi i aventurës po ndërthuren gjithnjë e më shumë. Unë jam viti 5 që operoj në fushën e raftingut. Gjiro e raftingut është 9.5 km, zgjat 2 orë e gjysmë deri në 3 orë, varet nga niveli i lumit. Është me disa nivele. Në bear bie ujë, është për familjar. Në kohën e marsit edhe në kohën e nëntorit është akoma më i lartë, ka akoma më shumë avente. Po kemi patur francez, italian, gjerman, holandez, po vinë edhe gjitha vendet. Edhe na matan oqeanit, nga Kanada dhe nga Amerika, po na vizitojnë shumë këto kohët e fundit. Për disa orë, vizitorët nuk janë thjesht spektatorë të natyrës, por bëhen pjesë e saj. Në fund, Vjosa të jep dy mundësi, të admirosh nga bregu ose të futesh në të. Ne zgjodhëm të dytën dhe po, ja vleti.